Kërkesën e studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe e ka përkrahur edhe Partia Opozitare Shqiptare BDI, të cilët theksojnë se studentët me të drejtë kërkojnë respektimin e barazisë gjuhësore dhe kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Sipas tyre, vendimi i Ministrisë së Drejtësisë i drejtuar nga Igor Filkov për të refuzuar zyrtarisht peticionin e studentëve dhe për të lejuar dhënien e provimit të jurisprudencës vetëm në gjuhën maqedonase, përbën një hap serioz prapa në respektimin e të drejtave kolektive të shqiptarëve dhe një barierë të drejtë për drejtë për përfaqësimin e barabartë në sistemin gjyqësor. Ky vendim nuk është vetëm një çështje teknike apo administrative, por ka pasoja të drejtë për drejta politike, shoqërore dhe institucionale, duke kthyer gjuhën në filtr për profesionin e juristit dhe duke pamundsuar avancimin e kuadrave shqiptare në sistemin e drejtësisë. Ndërkaq, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen, që është pjesë e qeverisë, garanton se kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve. Ne jemi në bisedim në kuadër të qeverisë që edhe këtë çështje si shumë çështje tjera ti zgjidhim, po ashtu edhe këtu nuk është që ne bëjmë zhurmë apo bujë të madhe në opinion, por ajo që mund të garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve. Kasami thosë se përderisa gjithë procesi edukativ arsimor po shkon në gjuhën shqipe deri në universitet, sigurisht që edhe këto provime profesionale duhet të ketë mundësi që të bëhen krahas gjuhës maqedonase edhe në gjuhën shqipe. Kujtojmë se së fundmi 385 studentë shqiptar nga 3 fakultetet të juridikut, Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore, Universiteti i Nënës Teres në Maqedoninë e Veriut, përmes një peticioni kërkojnë nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën i kryejnë studimet, pasi si shton u takon me ligj. Peticioni është dorëzuar te Ministria e Drejtësisë, Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, Kryetari i Kuvendit dhe Zëvendëskryeministri i parë.